Jemi njoftuar se shikimi i Allahut Madhëruar për banorët e xhenetit është I mundur. Kështu është premtuar në librin e Allahut në ajetet e surës Al-Qiyama, ku thuhet: "Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira." Atë ditë do të ketë fytyra të bukura të Zotit I tyre duke parë. Fytyra të bukura mbi bukurinë që kanë vetë banorët e xhenetit, sepse njeriu ka një veti që kur ai gëzohet dhe lumturohet, atëherë kjo gjë shihet në fytyrën e tij dhe fytyra e tij atëherë zbukurohet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në xhenet do të thrasë një thirrës: "O banorët e xhenetit, Allahu I Madhëruar u ka bërë një premtim që do t'ua bëj realitet." Atëherë banorët e xhenetit të çuditët të thonë: "A nuk na shpëtoi nga zjarri I xhenemit dhe na futi në xhenet dhe na dha përmirësive të tij?" Dhe do mendojnë se ky është premtimi që u është bërë. Dhe atëherë Allahu Madhëruar do të zbuloj perden që është pengesë mes tij dhe krijesave, dhe kur të shohin tek fytyra e tij, nuk do ndjejnë kënaqësi më të madhe se sa ajo kënaqësi. Shikimi I Zotit tonë në këtë botë është e pamundur, sepse në këtë botë vepron ligji I sprovës. Siç edhe vetë njeriu është krijesë e dobët, sepse është krijuar në botën e përkohshme për të vdekur, ndërsa në botën e përhershme ndryshon çështja dhe ajo është pastaj çështje ose është pjesë e shpërblimeve të Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se si mund fitohet dhe të sigurohet kjo mirësi që në dynja. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse mundet ndonjëri për jush që të mos I ikin namazi para lindjes diellit dhe namazi para perëndimit të tij, le ta bëj këtë gjë. Këto dy namaze janë namazi I sabahut dhe namazi I ikindis. Dy namazet me vlerë gjatë ditës që I kanë respektuar të gjithë profetët e Allahut.